Verën e kaluar, një kopshtare nga Shkodra më dërgoi një foto dhe një mesazh. Fotoja ishte e specit të saj. Lule të bukura të kuqe të bjera në tokë. Asnjë frut. Mesazhi thoshte, 10 vjet me radhë e njëjta gjë. Kam provuar çdo ple. Asgjë nuk funksionon. A jam unë fajtore? Jo. Nuk jeni fajtore. Dhe problemi nuk ka të bëjë me plehun, ka të bëjë me dy gjëra shumë konkrete. Njëra lidhet me specin, tjetra me patëllxhanin. Dhe nëse i dini të dyja, keni spec dhe patëllxhan deri në dhjetor, jo deri në gusht si ndodh zakonisht. Deri në dhjetor, qëndroni deri në fund sepse sekreti i fundit, ai i krasitjes së patëllxhanit, është ai që pak njerëz e dinë dhe që e bën ndryshimin midis 2 muaj prodhim dhe 6 muaj prodhim. Le të fillojmë me problemin e kopshtares nga Shkodra. Speci ka një veçori që shumë kopshtar nuk e dinë. Ka një zonë temperature shumë të ngushtë brenda të cilës poleni i tij funksionon. Imagjinojeni si punëtor që punon vetëm kur temperatura e zyrës është e duhur. Shumë nxehtë dhe ndalon. Shumë ftohtë dhe ndalon, kur temperatura ditën kalon 32 gradë ose bie natën në 16 gradë, poleni i specit bëhet i paftë. Lulet formohen normalisht, duken të shëndetshme, por nuk polenizojnë dhe bien. Kjo shpjegon pse gjatë gushtit korja e specit ndalon pa pritur. Jo sepse bima është e sëmur. Sepse temperatura ka dalë nga zona e punës dhe ju nuk e dini, si e dalloni nëse ky është problemi juaj. E thjesht. Nëse lulet bien kryesisht gjatë gushtit, temperatura është shkaku. 3 zgjidhje konkrete. E para, rrjet hjesuese 30 deri 40% mbi bimët gjatë orëve 11 deri 16. Ul temperaturën 4 deri 6 gradë. Mjaft. E dyta, spërkasni gjethet herët në mëngjes me ujë të ngrohtë. Kur pasdite. E treta, polenizimi manual me furçë të vogël herët në mëngjes çdo 2 deri 3 ditë gjatë gushtit, por temperatura nuk është shkaku i vetëm. Ka edhe 3 të tjera. Shkaku i dytë, mungesa e kaliumit dhe kalciumit. Kaliumi forcon lidhjen midis lules dhe degës. Pa të, lul bien me frymën e parë të erës. Pa kalcium, frutat zhvillojnë njollën e zezë në fund, kalbëzimin apikal. Zgjidhja, tretësira e hirit çdo javë. Lëvozhgat e vezëve të bluara çdo 2 javë. Shkaku i tretë, azoti i tepërt. Kur shohim bimën duke vuajtur shtojmë azot. Gabim. Azoti gjatë lulëzimit bën gjethe, jo fruta. Ndaloni azotit sapo të shihni lulet e para. Shkaku i katërt, jo rregullsia e ujitjes, toka thahet, pastaj ujiset tepër. Lulet bien. Frutat qahen. Zgjidhje e thjeshtë, ujitje e qëndrueshme çdo 2 deri 3 ditë. Tashmë dim pse vuan speci. Por me patëllxhanin misteri është tjetër dhe zgjidhja është pothuajse magjike. Patëllxhani fillon mirë. Prodhon valën e parë dhe pastaj ndalon. Kopshtarët mendojnë se ka lodhur dhe e heqin, mos e hiqni, bima nuk ka lodhur. Ka shtëruar rezervat e fazës së parë dhe pret kushte të reja. Nëse i jepni ato kushte, ju jep valë të dytë të plotë. 4 arsye pse ndalon. E para, rezervat ushqyese janë shtëruar. Zgjidhja, plesia e vazhdueshme sipas fazës. E dyta, temperatura e vjeshtës bie në 15 gradë natën. Patëllxhani ngadalson. Në 10 gradë ndalon plotësisht. Zgjidhja, agrovelo natën. E treta, bletët paksohen në vjeshtë. Polenizimi natyral reduktohet. Zgjidhja, polenizimi manual. E katërta, sëmundjet e rënjeve nga kullimi i dobët. Zgjidhja, kullim i mirë dhe rotacion kulturash. Zgjidhja kryesore, ajo që pak njerëz e dinë, do ta zbulojmë së shpejti. Dhe do t'ju befasoj. Nëse po mësoni diçka të re sot, abonohuni tani. Çdo javë sjellim teknika reale si kjo. Para hapat praktik, një pyetje e shpejtë.
Cilën varietet keni ju në shtëpi? Shkruajeni në komente tani ndërkohë që vazhdojmë. Varietetet e specit. Speci i holl i gjatë si kapia është ideal për klima shqiptare. Prodhon bollëk dhe është rezistent ndaj nxehtësisë. Speci i trash bulgar është i shijshëm por më i ndjeshëm ndaj nxehtësisë ekstreme. Speci pikant si djathi i djallit është shumë rezistent dhe prodhon deri vonë në vjesh pa shumë kujdes. Nëse doni prodhim të gjatë me minimum kujdes, ky është. Varietetet tradicionale shqiptare janë selektuar për klima lokale dhe japin rezultate të shkëlqyera. Varietetet e patëllxhanit. Patëllxhani i zi i gjatë është klasiku. Lëkurë e holl, shije e butë, periudhë e gjatë prodhimi. Ideal për krasitjen e fundit të gushtit. Patëllxhani i bardhë ose vjollc është shumë rezistent dhe prodhon deri në fund të vjeshtës. Varietetet mini janë ideal për kopshte të vogla dhe kanë periudhën më të gjatë të prodhimit. Speci dhe patëllxhani janë devorizues lëndësh ushqyese. Toka duhet të jetë e pasur dhe e ngrohtë, 2 deri 3 javë para mbjelljes. 10 cm kompost të pjekur të përzierni mirë deri 30 cm thellësi. Pleh kafshësh të fermentuar mirë, jo të freskët sepse djeg rrënjët. 2 gota hidruri për metër katror. Temperatura e tokës. Toka duhet të jetë të paktën 18 deri 20 gradë. Nëse mbjellni kur është e ftohtë, bima ngec dhe vonon gjithë sezonin. Mbulojeni me plastik të zezë disa ditë para mbjelljes për ta ngrohur shpejt. Distancat. Speci 40 deri 50 cm midis bimëve, 60 deri 70 midis rreshtave. Patëllxhani 50 deri 60 cm midis bimëve, 70 deri 80 midis rreshtave. Mos i mbjellni shumë afër. Konkurenca për ujin dhe lëndët ushqyese dhe qarkullimi i dobët i ajrit nxit sëmundjet. Transplantimi. Fidanët 15 deri 20 cm të larë. Transplantoni pas dite vonë ose ditë me re. Kur në mes të ditës me diell të fortë. Ujisni thellë menjëherë. Kur mbi gjethe dhe fruta. Gjithmonë direkt mbi tokë. Ujisni thellë çdo 2 deri 3 ditë. Jo rregullësia shkakton kalbëzim apikal dhe rrëzim të frutave. Mulçimi 5 deri 7 cm rreth bazës. Mban lagështinë dhe stabilizon temperaturën. Ushqyerja sipas fazës, nga mbjellja deri te lulëzimi i parë. Çaj kompostimi çdo javë, tretësira e hirit çdo 2 javë. Sapo shihni lulet e para, ndaloni azotit menjëherë. Tretësira e hirit çdo javë. Lëvozhgat e banenes çdo 2 javë. Lëvozhgat e vezëve për kalcium rreth bazës. Ushqyerja mbi gjethe. Holloni çajin e kompostimit 1/5 dhe spërkasni herët në mëngjes. Efekti është shumë më i shpejtë se aplikimi rreth bazës. Tani, sekreti që pak njerëz e dinë, nga fundi i gushtit, kur prodhimi i parë i patëllxhanit ka përfunduar, shumica e kopshtarëve e heqin bimën. Gabim i madh. Ja çfarë duhet të bëni? Krasiteni patëllxhanin rënd. Lini vetëm 3 deri 4 degë kryesore. Hiqni gjithçka tjetër. Lini 2 deri 3 gjethe të shëndetshme në çdo degë. Krasitja duhet të jetë e guximshme. Nëse dyshoni, krasitni më shumë jo më pak. Kjo krasitje dërgon sinjal biologjik te bima. Bima interpreton krasitjen si dëmtim dhe reagon me gjithë forcën. Brenda 2 deri 3 javësh dalin degë të reja me vigor të jashtëzakonshëm. Brenda 6 deri 7 javësh keni valë të dytë të plot frutash. Hapi i parë pas krasitjes. Shtoni azot të moderuar për 2 javë për të nxitur rritjen e re. Çaj kompostimi çdo ditë. Pastaj kaloni sërish te kalium dhe fosfor kur të shihni lulet e reja. Hapi i dytë. Mbuloni me agrovelo natën kur temperatura bie nën 15 gradë. Agrovelo mban nxehtësinë dhe zgjat sezonin deri në dhjetor. E njëjta teknikë me krasitje më të lehtë funksionon edhe për specin. Hiqni degët e vjetra, shtoni plesi të moderuar dhe mbuloni natën. Valë e dytë e garantuar.
Tani që e dini teknikën, dua t'ju tregoj diçka që shumë kopshtarë bëjnë gabim pas krahasitjes dhe që i prish gjithçka. Gabimi i parë, krahasitja e vonë. Nëse krahasitni pas mesit të shtatorit, bima nuk ka kohë të mjaftueshme për të prodhuar valën e dytë para ngricave. Krahasitja duhet të bëhet patjetër fund gushti, fillim shtatori maksimumi. Çdo javë vonesë pas kësaj date nënkupton më pak kohë për valën e dytë. Gabimi i dytë, krahasitja e lehtë nga frika. Shumë kopshtarë, kur shohin patëllxhanin e tyre, nuk guxojnë të krahasitni rënd. E krahasitni pak, lën shumë degë dhe bima nuk merr sinjalin e duhur biologjik. Rezultati është rritje e ngadaltë dhe prodhim i dobët. Krahasitja duhet të jetë e guximshme. Nëse shikoni bimën pas krahasitjes dhe ju duket shumë e zhveshur, keni bërë sakt. Gabimi i tretë, neglizhimi i plehtësisë pas krahasitjes. Pas krahasitjes së rënd, bima ka nevojë urgjente për lëndë ushqyese për të prodhuar rritjen e re. Nëse nuk shtoni azot të moderuar menjëherë, rritja e re do të jetë e ngadaltë dhe e dobët. Çaj kompostimi çdo ditë për 2 javë pas krahasitjes. Pastaj kaloni te kalium dhe fosfor sapo të shihni lulet e reja. Gabimi i katërt, mos mbulimi natën. Shumë kopshtarë nuk e marrin seriozisht agrovelon. Mendojnë se shtatori është ende i ngrohtë dhe nuk ka nevojë. Por temperatura natës në shtator mund të bjerë papritur në 15 gradë edhe kur dita është e ngrohtë. Dhe një natë e ftohtë pa mbrojtje mund të ngadalsoj ose ndaloj plotësisht rritjen e re. Mbuloni çdo natë nga shtatori deri në dhjetor. Mos rrezikoni, tani ju keni bërë pyetje. Cilën varietet keni ju dhe kur e krahasitni? Shkruajeni në komente tani. Sepse variabiliteti i madh i klimave shqiptare do të thotë se koha e krahasitjes mund të ndryshojë pak nga zona në zonë. Dua t'ju jap planin konkret javë pas jave pas krahasitjes. Sepse nuk mjafton të dini teknikën, duhet të dini saktësisht çfarë të bëni çdo javë. Java e parë pas krahasitjes, bima duket e zhveshur dhe e dobët. Kjo është normale. Mos u shqetësoni. Ujisni thellë çdo ditë. Aplikoni çaj kompostimi çdo ditë. Mos shtoni asgjë tjetër. Lini bimën të përqendrohet te rritja e re. Java e dytë, filloni të shihni sythat e parë të rinj në bazën e degëve të krahasituara. Këto janë shenja se sistemi biologjik ka aktivizuar. Vazhdoni çajin e kompostimit çdo ditë. Shtoni tretësirën e hirit çdo 2 ditë. Java e tretë, degët e reja kanë dalë qartë. Janë të gjelbra, të freskëta, me vigor të dukshëm. Tani kaloni gradualisht nga azoti te kaliumi dhe fosfori. Tretësira e hirit çdo ditë. Lëvozhgat e banenes çdo 2 ditë. Java e katërt, bima ka marrë formën e saj të re. Lulet e para të valës së dytë mund të shfaqen. Nëse shihni lulet, ndaloni plotësisht azotit dhe kaloni tërësisht te kalium dhe fosfor. Shtoni kalcium me lëvozha vezësh rreth bazës. Java e 5 dhe e 6, prodhimi i dytë është duke u formuar. Frutat e vegjël po dalin. Vazhdoni plehtësinë me kalium dhe fosfor. Kontrolloni temperaturat natës çdo ditë. Nëse bien nën 15 gradë, mbuloni me agrovelo. Java e 7 dhe tutje. Korrja e valës së dytë fillon. Korni rregullisht çdo 2 deri 3 ditë. Sa më shpesh korni, aq më shumë prodhon bima. Ky plan funksionon. E kam parë me sytë e mi dhe e kanë parë shumë kopshtarë që e kanë aplikuar. Patëllxhan në nëntor dhe dhjetor nuk është ëndër. Është rezultat i planit të saktë të zbatuar me disiplinë. Kalbëzimi apikal i specit, njolla e zezë në fund të specit. Vini re, kjo nuk është kërpull. Është mungesë kalciumi nga jo rregullësia e ujitjes. Shumë njerëz spërkasin me fungicide dhe nuk funksionon sepse shkaku nuk është biologjik. Zgjidhja e vetme, lëvozhgat e vezëve dhe ujitja e qëndrueshme, mufa pluhurore, pluhur i bardhë mbi gjethe, zakonisht në vjesh.
Tretësira e bikarbonatit të sodës, një lugë çaji për litër ujë, herët në mëngjes çdo 5 deri 7 ditë, mufa e poshtme, njolla të verdha mbi gjethe dhe shtres e hirt poshtë. Hiqni gjethet e prekura menjëherë dhe aplikoni tretësirë bakri të holluar. Ralloni bimët nëse janë shumë afër. Afidët, insektet të imëta të gjelbra ose të zeza. Bartës virusesh. Tretësira e sapunit të zarzavateve herët në mëngjes, krimbi i frutit, larva hyn brenda. Kurthet e feromone dhe mbulimi i frutave me rrjet, verticilioza, vyshkje e papritur e plodh. Nuk ka kur. Parandalimi i vetëm, kullim i mirë dhe rotacion kulturash çdo vit. Marsi dhe prilli, fidanët brenda, 8 deri 10 javë. Përgatitja e tokës, maji, transplantimi kur toka arrin 18 gradë. Mulçimi menjëherë, qershori, rritja intensive. Çaj kompostimi çdo javë. Vëzhgimi për sëmundjet, korriku, lulet e para. Ndaloni azotit. Kaloni te kalium dhe fosfor. Shtoni kalcium, gushti, prodhimi intensiv dhe nxehtësia ekstreme. Hiezimi gjatë mesditës. Polenizimi manual, fundi i gushtit, krasitja e rëndë e patëllxhanit. Azot i moderuar për 2 javë pas krasitjes, shtatori dhe tetori, prodhimi i dyll. Agrovelo natën, nëntori dhe dhjetori, agrovelo çdo natë. Korja e frutave të fundit. Kopshtarja nga Shkodra që më dërgoi atë foto me lulet e bjera tani ka spec deri në tetor dhe patëllxhan deri në nëntor. Jo sepse bleu ndonjë produkt. Sepse kuptoj 2 gjëra, temperaturat kritike të specit dhe krasitjen e rëndë të patëllxhanit. Tani e dini edhe ju, shkruani në komente nëse keni pasur të njëjtin problem dhe çfarë keni provuar deri tani. E lexoj çdo koment, nëse ky video ju ndihmoi jepni like dhe ndajeni me dikë që po lufton me specin ose patëllxhanin e tij. Shihemi javën tjetër në kopshti i agimit. Mirupafshim.